laborator jonë përdor sistemin e Pindexit me pllakë peciklazi. Këtu kemi një masë të pozicionuar të pllaka e vetë Pindexit. Janë disa pllaka metalike në të cilën përdoret dhe silikoni fiksimi të masave për ta pozicionuar masën njëjtë me harkun që pllaka e peciklazit ka. Përveç harkut, shikohet dhe vija mediane, gjithashtu dhe lartësia e modelit, me silikonin që ne i vendosim në mesin e masës. Sistemi ka të ndërtuar bazën e vetë në të cilët montohet pllaka e peciklazit, duhet fiksuar fort. Këtu kemi dhe frezën e cila do hap vrimat për të vendosur kunjat në secilin dhëm të dekortikuar. Pindexi ka disa avantazhe nga metodat e tjera për nxjerrjen e një modeli me kunja dhe të sharruar. Kultet janë të pavarura nga njëri tjetri, mund të hiqen dhe vendosen lehtësisht. Pllaka e peciklazit është e fortë, është një material i lëmuar i cili nuk përmban pa pastërti dhe kultet mund të shkojnë shumë mirë deri në fund, duke na nxjerrë një model të saktë. Por, pse është i rëndësishëm sharrimi në modelet me kulte? Ne si laborator i sharrojmë kultet dhe hapim koletet për arsye teknike dhe funksionale që lidhen me realizimin më të saktë estetik të punimeve protetike. Duke hapur koletet, ne kemi një përshtatje më të mirë marginale. Nxjerrim koletin në pa, nuk detyrohemi të thellojmë me bisturi siç shumica bëjnë dhe punimi protetik mund të ulet dhe të hiqet nga modeli pa asnjë lloj vështirësie dhe pa e thyer modelin. Hapja e koleteve, ne si laborant, na lehtëson shumë punën teknike. Ajo bën të mundur modelimin më të detajuar të gjithë kurorave. Përdorimi i Pindexit është një nga protokollet tona më të forta, të cilin ne gjithmonë e kemi zbatuar.